po bëhet më shumë se një muaj që shqiptarët janë të çuar në mënyrë madhështore për të përmbysur atë që quhet kanceri i shoqërisë shqiptare Rama. Nuk ka turp kur akuzon dikë nga protestuesit kur thotë që ka qenë i proceduar 8 herë. Ndërkohë që personalisht Rama është akuzuar nga Fatos Nano si shitësh ikonash, është një koleksionist i madh nga Korça, Gjergj Thimi, që thotë që ai është arrestuar në Francë, ndërkohë që ka ballukun dhe gjysmën e qeverisë të proceduar. Ndërkohë që akuza monstruoze rreth 2 miliardë dollar në Zvicër, 4 miliardë në Dubai, por duke gjetur ata njerëz të vet që i kontrollon si eunuk në SPAK, po pengon ardhi një dosje masive me qindra mijë faqe përgjime të Ramës dhe njerëzve afër tij. Ai natyrisht kërkon ta zgjas largimin sepse është duke pastruar letrat. Fundi për diktatorët është gjithkund i njëjtë. Rama nuk ka si të bëjë përjashtim. Ai popull nuk ka duruar as diktaturën e Enver Hoxhës, por e të shkuli ashtu të metalt. Dhe nga ata që flasin aty, edhe në për studio, ka dalë që burgu është pak. Një vajzë aty tha litar. Dikush thot si Avni Rustemi, unë nuk jam për thirrje jakobine, se këto i takojnë të majtës. Por duket qartë që kjo protestë e madhe masive është e mirë organizuar. Dhe organizatori kryesor për mua është Rama me qeverinë e tij kusare. Dhe botimi i asaj Albanian Files është një dosje shtesë për SPAK-un. Nuk ka nevojë çfarë të marr SPAK shtesë. Një njeri që vendos çdo gjë, që fal toka nga 1 euro, që ka futur krimin në parlament dhe parlamenti është vënë funksion të krimit, me tonelata kokainë. Njerëzit e tij tek Sinaloa në nënvëzhgim nga amerikanët. Njerëzit e tij që vinë këtu, hotelet me emra të tjerë nga Manhattan deri në Miami, është ai, nuk është larg Aruba, Cayman Island. 600 milion dollar nga hapi bank të kaluar në 2019 të Cayman Island. Ato llogarisat janë zbrasta. Personi që këtu njihet si Zagari Soros kërkoi që të blente heshtjen me tralalan e Trumpit. Dhe është një barrë e madhe mbi presidentin Trump nga fëmijët e tij. Nuk është rasti i parë. Resort në Vietnam, në Indonezi, në Uzbekistan. Por ky vend i madh, sado që të prishet institucionet nga dikush që lejon të përfitojnë përmes nepotizmit, nuk fal. Me ndryshimin e Kongresit, impeachment, hetimet, shkarkimet do të fillojnë. Dhe ai që quhet Deep State mbështet SPAK-un, por SPAK-u po fle. Nuk ka pse të zgjas arrestimin të paktën një nga familjarët e Ramës. Nuk e ndërron askush SPAK të çojë dosjen e Ramës, të kërkoj pezullimin e tij për të shpëtuar Shqipërinë sepse Rama po provokon. Rama është një kufom politike, të gjithë largohen prej tij. Ai mund të shkojë si clown në Ankara, si bufon, t'i vi vërdall donit me probleme dementia kohën e fundit, por nuk fiton asgjë sepse Trump mbi 8 herë Shqipërinë ka cilësuar si Armenia. Ka ndaluar konfliktin e madh, thot, midis Albanian dhe Azerbajxhan në vend të Azerbajxhan. Këtu ka nisur përplasje të mëdha në Kongres. Diçka tjetër që duhet, ka ardhur një deputete italiane, e cila mund të jetë e majt, dhe me disa të majt shqiptar, duhet të ketë kalle të majt Shqipëri, dhe kanë ngritur grushtin. Ne, si shqiptar, grushtin na irriton. Nuk diskutohet. Por dhe doni madh Trump, me grusht përshëndet masën e tij, por nuk është grushti këtu. Jo thash dhe dje, këtu republikanët kanë të kuqen si shenjë, pra shtetet e kuqe, të kuqt. Te ne ka kanotacion tjetër.
Nuk besoj se në atë mas të madhe protestuesit qorrat e underët, lapushët janë ata që e kontrollojnë. Se në qoftë se do të pranonim që kjo protest dhe lëvizje kaq e madhe organizohet nga partitë e vogla, ato nuk qenë kërkan më të vogla. Por unë besoj, nga kontaktet që kam, që aty ka dalë gjithë spektri shqiptare. Ata që kërkojnë të jetojnë me dinjitet dhe që nuk të rrihen. Nuk është Shqipëria për shitje. Rama kërkon të kthejnë në sklever. Dhe Rama do të ngel, si që të në tajt i varur, i trequr zvar, figurativisht në çdo lloj mënyre. Ka marrë një post pas një merit. Është përballë një brezi eurodit shumë herë më i iluminuar se ai, mbas 90-s, me grada shkencore. Ai ka mbetur tek 3 vjeçari i parrullave në vizatim. Njeri që lviz me avion privat dhe që është i kapur në përgjime me trafikant. Ndaj jo më kot Washington Examiner do të thoshte Rama si Noriega. Ai e di që ka hikur. Çuditëm nga 3 lindat për bindshë që nuk e largojnë. Balluku i ka thënë, unë në burg të marrë me vetë. Spako mund të bëj bashkëpunëtore Ballukun të fusë këtë. Dosja është 16 faqe. Njerëzit e Ballukut vinë e punësojnë në Manhattan? Nuk është larg Aruba, Cayman Island, janë milionet dhe miliardet e shqiptarëve. Të vjedhura nga Balluku për llogarit Ramës. Nuk ka shans që Ballukut këtë vjedh pa dhënë pjesën tek Rama. Sepse kështu funksionon si band mafioze. Dhe po, drogaxhi, edhe pse ti e thua drogaxhi, bëj test, provo të kundërt. I shqetësuar se e ka thënë Godfather, Kumbari. Dhe ta thot media ndërkombëtare. Dhe si rrugaç ofendon të gjithë. F you, F yourself. E di mirë se si të vëzhgojnë, se si të kanë ndaluar një orë ty New York FBI dhe 2 orë bashkëshortën tënde. Sepse dosja jyte është masive. Natyrisht që je kryeministër në detyrë dhe në këto raste pak e vështirë, por jo, kryeministrin e Kroacisë, edhe pse ishte personi që e futi në NATO, e arrestuan. Spak duhet zgjohet, dhe unë mendoj se protesta masive duhet shkoj përpara dyret Spakut. Zgjohuni, veproni. I keni të gjitha mbështetjet. Çdo muaj dikush nga ju vjen në Amerikë. Janë 2 variante. Vini për trajning, vini merrni dosjet, apo do ju vetë vini për të blerë, për të bërë shopping. Dhe në qoftë se bëni shopping, tregon se keni marrë pjesë nga paratë e pistat Ramës, na provoni të kundërtën. Opozita që është në parlament duhet bëj diçka tjetër. Ta bllokoj atë parlament. Të tregoj forcë, të ndihmoj këtë lëvizjet masive për të hequr si vllaun e Vučić. Synimi është që ta zgjas sa më shumë. Ka një ndryshim midis një vendi antar të NATO-s dhe një vendi armik të NATO-s si është Vučić. Ke qëndruar në atë post duke shitur veten si faktor në Europë, si faktor në Ballkan, sigurie ti që mban që mos shpërthej. Nuk je më aktor, nuk je më faktor. Me heqjen e kufizimit Berishës ka hyrë dhe ai në lojë, por loja më e madhe është me protestë, të cilët guxojnë, i kanë dërguar ferman letër dhe ambasadave të huaja. Kujton ti se ambasada amerikane, gjermane, italiane nuk e përcjell se çfarë ndodh atje? Nuk ka media europiane, por dhe amerikane që nuk i ka dhënë atë masivitet të madh. Ti doje ta përdore si antitrampizëm, nuk është kjo. Preteksti mund të jetë fëmijët tralalat ti. Por
shqiptarët e dashurojnë, e duan Amerikën. Nuk ka rëndësi se cili është president. Sepse si majtas, si djathtas, presidentët kanë bërë për Shqipërinë dhe Kosovën aq shumë sa ne duhet të jemi të përullur me mirënjohësin e tyre. Mënyra se si thrite fugën lojtarin e fundit, i cili dihet që është personi ndërlidhës teksorës, më i fortë se ty, por është i lidhur me një lëtyrë si Veliaj, pra ti po kërkon ndihmë nga klani më pervers i Sorosit. Kur dihet që fuga dhe Ahmeti kanë qenë si bankomat me çantat cash sa herë që vjen në New York. Se në Washington jo vajte në një takim disa minutësh me Blinkenin, ti e di sa ke paguar, por të pritën në një nivel shumë herë më të ulët se sa kanë pritur Ditmir Kushati. Jeton në Kot Bler. Të rinjt brezujnor nuk të riqen. Ti kërkon ti për qash, ke futur lloj teorisht. Do të gjesh 2-3 iranian që është përgjegjësia yte, e shikut tënd, e shërbimeve tua, ndalojnë qoftë se ka ndodhur, por janë 150.000 vetë. Kanë ardhur nga Kanadaja shqiptare, kanë ardhur nga Anglia, kanë ardhur nga Amerika, sepse e kuptojnë që ka ardhur koha të ndodh ajo që po ndodh në Poloni. Me mira, me qindra mira polak po kthehen në vendet e tyre. GDP-ja Polonisë është 20 trilion dollar. Reformë drejtësie perfekte, korrupsion minimal. Dhe qëndrim në kaluarës që ti nuk guxon t'i bësh. A e diti që ish presidenti Jaruzelski, si ish komunist, i hoq 50% e pensionit. Dhe kjo ndodhi për të gjithë antarët e një partie që sollën aq dëme në atë vend, si dhe tek ne. Ne kemi ende prokuror të kohës diktaturës të infiltruar deri në SPAK, e turpshme, për të mos folur për figura në parlament qeshëra. E si mund të guxoj Taulan Balla, i lidhur me krimin, me kriminal, kudo në Europë, në përpërgjime deri këtu, të falenderojt Donald Trump. Ignorant. Ka protokoll. Ka protokoll. Presidenti mund të komunikoj me presidentin. Por presidenti ynë fle. Dhe si thoshte Taulan Muka, kanë vjedhur grada shkencore. Një tjetër turp në Shqipëri, se këtë lloj fasade ke ngritur. Ndërkohë që socialistët real vërtet kanë dalë kundër teje. Është koha të çlirojmë Partinë Socialiste. Edhe pse është vazhduese e Partisë Punës, element europian propagandimor ka edhe aty. Rama burgun e ka pak. Po. Duhet të marrë gjithë pasuria vjedhur të kthehet shqiptarëve. Janë miliardë dollar cash me palete të depozituara bankave të Europës nga Rama dhe njerëzit e tij. Kanë transportuar dhe pastruar me avion privat sa kanë mundur. Por paraja vjedhur lë gjurmë dhe këto gjurmë digital janë kapur. Ndaj ai ka kaluar një rrugaç politik. Një njeri që ofendon popullin e tij, meriton çdo gjë. Meriton çdo gjë. Dhe do ta marr ato që meriton. Nuk kanë, po kur thonë që kush na fut në BE. Ora ne kemi pasur paneli Majkon kryeministër. Çdo shqiptar i ndershëm që ka një grad që është diplomuar, që ka një sukses në biznes, me mira herë më mirë se ai. Dhe tikja jo, ideja sigurisht veziri, ç'pun ka të jap leje kënë zvërnec. A jep Trumpi leje në një fshat të Floridës, Meloni në Sicili, shumë mirë që jeni drejtuar ambasadave. Natyrisht ata e kalojnë tek qendra. Ne nuk jemi qendra botës. Por prendimorët dhe aleatët tanë nuk duan të prishet
stabilitetin në Ballkan. Dhe ai që rrezikon stabilitetin është Rama. Ata e dinë më mirë se ne. Ndaj do ta marr ato që meriton. Sepse Bana King, Bana King, për të rritur fëmijë kudo në Shqipëri. Bana King, Kudo në Shqipëri.